Bilanci viktimave nga tërmeti fuqishëm që goditi Venezuelën është rënduar. Të paktën 164 persona kanë humbur jetën dhe 971 të tjerë janë konfirmuar të plagosur, njoftoi presidenti në detyrë Venezuelës Delcy Rodriguez. Autoritetet paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet më tej, pasi ekipet e kërkim shpëtimit vijojnë punën në zonat ku ndërtesat shumëta janë shembur ose dëmtuar rënd. Sipas Rodriguez, pas 2 lëkundjeve kryesore janë regjistruar të paktën 30 pas goditje, duke vështirësuar operacionet e shpëtimit dhe duke mbajtur në alarm banorët. Presidenti në detyrë tha se Venezuela po bashkëpunon me Kombet e Bashkuara për dërgimin e ekipeve të shpëtimit, ndërsa po punohet edhe për krijimin e një fondi fillestar prej $200 milion për rindërtimin. Ajo ka bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë dhe të bashkuar, duke kërkuar që të qëndrojnë në banesat e tyre vetëm nëse strukturat janë të sigurta. Ndërkohë autoritetet vijojnë kontrollet në ndërtesat e dëmtuara, ndërsa frika është se bilanci tragjik mund të rritet në orët në vijim. Tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ball u regjistruan me 1 minutë diferencë. I dyti ishte më i fortë që ka goditur Venezuelën që nga viti 1900. Shërbimi gjeologjik amerikan e konsideron të mundshme që numri i viktimave të arrijë në 10.000 deri në 100.000 persona. Në kryeqytetin Caracas u shembën disa ndërtesa. Pas tërmetit të tyfisht në Venezuelë, në një faqe interneti për raportimin e personave të zhdukur, po kërkohen më shumë se 8.800 njerëz. Venezuela ndodhet në një zonë sismike aktive ku takohen pllaka tektonike e Karaibeve dhe ajo Amerikës së Jugut. Kryeqyteti Caracas u godit vitin 1967 nga një tërmet i fortë me magnitudë 6.3. Në vitin 1812, gjatë një tërmeti shkatrues në Caracas dhe Merida, vlerësohet se humbën jetën rreth 30.000 njerëz.